është Rauveci 27 vite pas. Vite vepra e tyre ende lartësohet. Rauveci, i cili u përgjak gjatë luftës, por edhe u ballafaqu për ndalimin e rusëve. Rauvec, plot sa muaj. Jashtë nëntor 2025-27 vite pas rënjes së dy komandantëve të lavdishëm, Xhelal Hajdestanit, Sulejtin Mullabazit Micit, Hamdia Erizit dhe këtej shalitit e Nezir Merit. Tu tash do fillojnë homazhet e më pas do vazhdojmë të vendi i rënjes. Sot ka aktivitete gjatë gjithë ditës. Vjeshta në Rahovec 27 vite pas. Ka qenë rënja e tyre ka qenë shumë e randë, si për ushtrin çlirimtar të Kosovës, si popullata. Në lanë mungesë e shprasit madhe. Selajdini i vogël që trashëgon emrin e gjyshit, erojit Micit, tash arriti edhe ish komandanti i zonës Dugaxhinit Ramush Haradinaj, bashkëftari Tonit e Micit, edhe kryetari Rauvecit. Këtu e kem edhe Xhafer Kadirin, Gjafa njihet për foton e ti gjatë homazhve në ti. Është mali, djali i Micit, ka lind një muj para se në ra Micit dëshmore. Kjo është Emsad Hajda Buba. Familjar të heronjve, familjar të dëshmorëve, të martirëve, bashkëftar, pra veteranë invalid, ne sot nderojmë kujtimin e heronjve të kombit, komandant Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mullabazi Mici dhe bashkëftarët e tyre nga zona operative e Shalës. Në nderim të kujtimit të emrit dhe vepres së tyre, atletare luftoj për një minut vetë. Lavdi! Lavdi! Vazhdojmë pomazet e varezat të të shkuartet e koshtë, pastaj
kësaj të ulla e qëndresës dhe heroizmit dhe biotët. Faleminderit shumë. Lavdi. Tash vazhdojmë homazhe të Varrezët e më pas të Vendironjes. Kemi arritë Varrezët të prejnë të shkuarët e kombit. Luna kuqët, qdo vitë qenit, dritullësie, bajnë rovecin, tonin një micin, kujtimi qadin, për jetësin, kuror u fani. Veterani! Vjetori i dytë pa profesorin e nderuar Sabajdin Sena, ndërsa si gjeta dhe pa afrim malsorin e Krushës, njën nga bashkëluftarët e afërt Tonit e Micit. Çdo ditë, çdo vit ik nga një. Tash arritja dhe sheu. Kështu, hajde dalim që atje. Mirë, ti shfishit. Jo, hajde. Kema dhe mërgjimtar, Edmund Hajda pas ka ardhë. Hasani i plagosër ushtarë qysh i ri, 16 vjetës se i ka pat luft 17. Tonin e Micit, dhe është një ngjarje e rëndësishme e veçantë për Audhecën për faktin se ishte ndërhumbjet më të mëdha që ka mësuar ushtria shqiptare e Kosovës këtu rajone, pasi që Toni dhe Mici ishin figura emblematike të luftës tonë. Prandaj, për të nderuar kujtimin për këta shokët tonë, heronj, ju lutem që të qëndrojmë një minutë në heshtje. Lavdi. Pra jemi këtu në vendin ku profesor Sabajdin Sena e patquajtur kopshti i dëshmorëve, është një vend ku pushojnë trupat e bashkëluftarëve tonë, edhe të veteranëve, edhe të dëshmorëve dhe të heronjve tonë. Vazhdojmë me aktivitetin e radhës tek pulla e heronjve në Apterush dhe ju lutem nga policia e Kosovës kemi një kërkesë që të parkojmë vetëm një njërin krah në mënyrë që të mos e bllokojmë arterën kryesore që lidh Audhecën me Suarekën. Ju falenderoj. Vazhdojmë me aktivitetin e radhës. Mes po qaet fusha, poj qet ruka kapte rusha.
Martin Samadras Polona. Po mje vjeshte. Ka dhe diasporë mirë po, dhe sjeli vjeshtën nërgjimtarën nga Kosova. Dhe shikone letet e rushit të pavit e marë. Ditën kritike, tu i kem ditë dëshmitar gjallë ende. Tim Sarocin edhe Lëziminerin. Njeriu që ka pas Të në fotografi, shumë kujtime. Shumë kujtime. Është nëntor 98. Në një përballje të pabarabartë me forcat pushtuese serbe në këtë vend ran komandantët tanë të lavdishëm. Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mullabazi Mici dhe bashkëluftëtarët e tyre nga Vushtria. Hamdi Hajrizi, Nezir Imeri e Bektesh Haliti. Andaj për të nderuar kujtimin për të rënët, ju lutem që t'i respektojmë me ca qaste në heshtje. Lavdi u qoftë. Të nderuar të pranishëm, lufta kërkon përkushtim, angazhim, dije, guxim e vetmohim, sepse jeta dhe vdekja varen në fije të perit. Djemtë tanë, Xhelali, Selajdini, Neziri, Bekteshi e Hamdiu ishin nisur vetëdijshëm në rrugën e nderit e të lavdis dhe me vdekjen e tyre u përballën në këtë vend, duke dëshmuar vendosmëri, guxim e atë dhe dashuri. Mund të thuhet të shkruhet shumë për dëshmorët, mirë po kërkohet edhe punë e përkushtim për jetësimin e aspiratave të tyre. Këtë përkushtim e ka dëshmuar bashkëluftëtari i këtyre dëshmorëve, aktualisht kryetar i komunës Rahovecit, zotëri Ismail Latifi, të cilin e ftojmë për një fjalë rasti. Të nderuar familjarë të heronjve, komandantëve tonë, Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mullabazi Mici, Bektesh Haliti, Hamdi Hajrizi, Nezir Imeri. Të nderuar, të mbijetuar të kësaj përballjeje të rrept e të pabarabartë me forcat serbe, në qoftë se janë këtu, kujtimi e të tjerë, të nderuar ish vepror të ushtrisë qeveritare të Kosovës, komandant Hoxh, Xhafer Kadiri, shok e bashkëveprimtar e bashkëluftar të Tonit, e Micit e të bashkëluftarëve të tyre. I nderuar ish kryeministër, kryetar i Aleancës General Ramush Haradinaj, i nderuar Baca Isuf, i nderuar Baca Ismail Sylla,
General Lahib Rahimaj, General Selim Krasniqi, Baca Qamil, babai i dëshmorit kombit Hamdi Hajrizi, po e përshëndes edhe djaloshin me uniform. Mirë se keni ardhur, nderuar deputete e Kuvendit Kosovës, Time Kadriaj, familjar Faredin Fajk, djemë të herojit Selajdin Mullabazi Mici, Ermal Hamid, nxënës e mësimdhënës të dy shkollave tona të mesme, shkollës mesme profesionale Selajdin Mullabazi Mici dhe të gjimnazit Xhelal Hajda Toni, të nderuar bashkëluftar nga Rahoveci, nga zona Pashtrikut, nga zona operative e Shalës, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta që jeni pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm përkujtimor, të nderuar pjesëmarrës, profesor miq, deputeti Kuvendit Kosovës Bek Berisha, gjithë ju që jeni sot këtu për të nderuar kujtimin për herojin ton Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mullabazi Mici, Hamdi Hajrizi, Nezir Ymeri, Bektesh Haliti. Pavarësisht kohës që kalon, pavarësisht viteve që mbeten pas nesh, pavarësisht zhvillimeve e ndryshimeve shoqërore tek ne, një gjë mbetet e pandryshuar përgjithmonë. Lavdia dhe shkëlqimi hyjnor i dëshmorëve e heronjve tonë. Në vendin ku jemi mbledhur sot, ku që mbledhur vit pas viti dhe ku do të mblidhemi edhe në të ardhmen, qëndron në heshtje ky monument i kulturës dhe historisë sonë, kulla e heronjve, kulla e qëndresës dhe heroizmit që është ngritur për të nderuar heroizmin e madhështinë e atyre që nuk vdesin kurrë. Në këtë vend, me 6 nëntor, u ndeshën ballë për ballë dy forca krejtësisht antagoniste. Një grup burrash me guxim u përballën me hordit serbe që kishin torturuar, poshtruar, thyer e vrarë njerëzit e kësaj toke për dekada me radhë. Të vetëdijshëm se diku do të ndeshen me vdekjen, ata dëshmuan se mbi të gjitha dashuritë qëndronte ajo për atë dheun dhe vdekja nuk ishte fjala e tyre e fundit. Pas, ata lanë namin e lavdin, lanë nderin e burrin, lanë gjurmët e hapave të tyre drejt lirisë e bashkimit të shqiptarëve. Në gjetë sikur ai rrugtim nuk është ndalur këtu në Opterush, por jehona atyre hapave dëgjohet për gjatë historisë dhe janë bërë kujtesë kolektive e cila është e regjistruar në kujtesën tonë dhe të brezave që vinë pas nesh. Ndërtimi dhe shkëlqimi i këtyre monumenteve për gjatë rrugëve, shesheve në ndinave tona, sikur na bëjnë thirrje për të ruajtur e kultivuar disa vlera që janë sublime, që janë më të çmueshmet se vetë jeta jonë që është e përkohshme. Të nderuar pjesëmarrës, luftëtarët e lirisë dhe të rënët në përfush beteja janë ndërgjegjja jonë kombëtare. Janë amanet që na fton të punojmë të përpiqemi fort e pa u ndalur për arritjen e synimit ton madhor, bashkimit e shqiptarëve kudo që ndodhen. Të nderuar pjesëmarrës, vdekjen nuk e do askush, sidomos jo ata që janë në lule të rinisë, jo ata që në jetë kanë synime, e plane e ëndra për të përmbushur për të mirën tonë të përbashkët. Mirë po, komandantët Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mullabazi Mici, Hamdi Hajrizi, Bektesh Haliti, Nezir Ymeri dhe shumë dëshmorë të tjerë ishin të vetëdijshëm se synimet e tyre jetësore nuk do të përmbusheshin nëse në qafën e tyre do të rëndonte çizmja e okupatorit serb. Prandaj, mësyn malet e bjeshkët dhe me zjarrin e lirisë që u dishte në gjoks, marshuan me kokën lartë e me besim në fitoren tonë, në fitoren e lirisë që ju takon të gjithëve, të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Liria është thelbi i shpirtit dhe i mendjes, aty ku s'ka liri, mendja dhe shpirti thohen si bima pa ujë, shkruante Sami Frashëri dikur. Kjo thënie lapidare i ka frymzuar shumë atëtar, emrat e të cilëve u bën emblem e kësaj lirie, prandaj nderimi e kujtimi për ta është detyrim moral, njerëzor, atëtar, padyshim detyrim edhe institucional.
Të nderuar pranishëm, të respektuar familjarë të dëshmorëve. Sa herë që qëndrojmë pranë përmendoreve varreve të dëshmorëve, mendja na shkon edhe tek nënat e baballarët e tyre, tek trashëgimtarët e tyre, të cilët u bën emblem e vuajtjes dhe durimit, emblem e stoicizmit e krenarisë përgjithmonë. Nënat e baballarët e dëshmorëve nuk janë vetëm të tyre, por dhe tanët. Janë kronikat e gjalla të dhimbjes së të dashurisë, të respektit e nderimit deri në përkulje. Bitë e tyre, bitë e heronjve, bitë e dëshmorëve, janë kujtesa jonë kolektive, janë dëshmi e një të kaluar e të vështirë, të rrezikshme, por gjithsesi të lavdishme. Ata janë ndërgjegje që troket në mendjen tonë në çdo minutë të jetës sonë. Janë udhërrëfysit e rrugtimit tonë të përgjakshëm. Prandaj familjarët e të rënëve, për liri duhet të ndjehen krenar, që pa të ndjem të tillë, të cilët me aktin heroik të rënjes u bën memorie kombëtare dhe shembulltyr dhe dashurie. Mbetemi të përkushtuar të punojmë pa u lodhur dhe pa u mërzitur për jetësimin e aspiratave të luftarëve të ris dhe të rënëve në fushë të nderit. Punën, djersën dhe mundin ua kemi bërë brezave që vinë pas nesh, por mbi të gjitha e kemi pesh në ndërgjegje për mbushjen e synimeve madhore të dëshmorëve të heronjve që ta ndërtojmë lirinë edhe më shumë dhe të ecim krah popujve të civilizuar. Smarrës, lavdia e nderimi u takon vetëm atyre që luftuan e u flijuan për këto vlera sublime, ndërsa neve na mbetet punojmë fort dhe me nder për të nderuar kujtimin për ata që e vunë jetën e tyre në themelet e lirisë së këtij vendi. Lavdi e nderim Tonit, Micit, Bekteshit, Nezirit e Hamdiut, lavdi të gjithë të rënëve për liri, kudo që ranë në fushë betejë me një qëllim të vetëm dhe ideal të vetëm për lirinë e atë dheut dhe bashkimin e kombit. Lavdi! Të nderuar të pranishëm, pothuajse në çdo përvjetor bashkë me ne dhe me familjarët e të rënëve këtu ndodhet edhe komandanti i zonës së Dugaxhinit Ramush Haradinaj, i cili ka qenë bashkëluftëtar i Xhelal Hajdës në Dugaxhin. Fjala e tij ka peshën e dëshmisë, peshën e kujtesës dhe peshën e historisë. Prandaj kam kënaqësinë që ta ftoj për një fjalë rasti. Të nderuar pranishëm, veçanërisht ju familjet dëshmorëve, të Hamdiç, të Nezirit, e të Bekteshit që keni ardhur prej Pushtre, prej Shale, të nderuara familje dëshmorëve gjithë prezent, e në veçanti të Tonit e Micit, Xhelalit e Ciladinit që i kujtojmë sot, respektuar kryetari i komunës, bashkëluftar, njëkohësisht i bashkëluftarëve që i kujtojmë sot, Shmajl Latifi, Asaj Sof, Shmajl, Gjeneral Ibrahimaj, Gjefer, Gjeneral Qerim Krashniqi, deputetet time, Bek, e të gjithë ju veç e veç, e pra është nderin tonë të bashkohemi këtu, jo vetëm kësaj here, edhe jo vetëm çdo herë deri sot, po të kthehemi vazhdimisht në këtë vend. Ky vend dëshmon një poroshi që ka qenë e ditën e njoftne, po që do të vazhdon me jetu, se kur na thretat dheu, bohemi një, ose jemi një. Edhe ja sikur që e shihni, në këtë vend kanë ra dëshmor, dy komandant zot të të zonës Dugaxhinit, po mi marrin edhe tjerët, mi merr edhe Pashtriku, edhe Drenica, po më thonë zonës Dugaxhinit, për faktin se Xhelali ka qenë shefi i parë i shtabit zonës operative Dugaxhin, pra një bashkëftar i Zoti. Xhelal Hajda i ka vendos pozicionet e para edhe ato më të vogla që kem pas rreth Glogjanit, me te i kem vendos. Njëkohësisht organizimin e parë për grupin e parë të madh me shku në Shqipëri e kem bërë bashkë, prej aty kuptohet me gjithë tjerë e kemi zgjeru zonën tonë të Dugaxhinit, pra perimetrin e Glogjanit, ka nga Jablanica në atë kohë, me brezhin e parë bashkëluftarëve, me Shelajdinin jemi taku, jemi njoft, kem bashkëpunu, i kem kry detyrat e luftës bashkë, po
ka qenë për mua po ashtu një mungesë e madhe kur kanë vendosur me ardhmë në këtë krah të luftës, po kemi besu dhe shpresu se ju takon me ardhë se ishte veni tyre, pra kjo zonë, edhe pse ishte një kohë e keqe, vjeshta e vitit 98 shumë e keqe, sepse UÇK veç kishte pësue dëmtime të madhe. Për vllazërit tonë prej zonave tjera, sikurse Nëziri, Bekteshi, Hamdia, ishte zor me bo luftën në largësi për shkak se ishte zor me i bajt armët. U provojqin edhe vija tjera të furnizimit nga krah tjerë, qoftë nga ona armikut, po nuk ishte shumë lehtë me pru teknik, me pru armë, me luftu, edhe kësaj zonës tonë, Dugagjinit e Pashtrikut, i ka pas radhe bara, me sigurue pra të gjithë ata bashkëluftarë që shkojshin për furnizim me armatim, me i kthy dhe i këto edhe mundësisht me i kthy prap në zonën e tyre, që nuk ka qenë një proces i lehtë. Në disa raste kem përfitu për i tyne, pra javë kem pa harin të në luft, që një pjesë e tyne në kuhën, derisa nuk shkojshin në zonën e vetë, asë një orë se kanë qu dëm, gjithë kohën kanë marrë pjesë në të gjitha luftimet të pra në gjitha betejat. Mirë po vike dita, që ishte në derin tonë me ju bo përqiljen, pra ishte e domosdoshme me i kthy në zonën prej Kaveshin, edhe ja sot jemi këtu në një vend ku 2 komandantë zot kanë dhënë jetën në shoqërim bashkëluftarëve të vetë, duke kryer detyrën e tyre, me ju ndihmu atyre mu kthye në zonën e vetë luftës. Pra kjo është ajo e vërteta e kësaj ngjarje të sotme. Ne ndërum nuk është se nuk e dim dhe nuk na përsëritet historia e rrëfimet në vazhdimsi, mirë po kur thash jemi një, e kisha edhe një fakt në mendje. Nuk munda as për shkak të partive, as për shkak krahinave, atë regioneve, atë zonave, atë brigadave, atë njësive, kur i kemi themelust e UÇK-s, kur i kemi udhëheqësit e shtetit, mbahen procese gjyqësore në periudha pa kufishme. Pa diçka nuk është në rregull kur një proces gjyqësor gjatë mbi 5 vjet. Nëse na jemi këtu në garë politike, shtyje me veti e muj njëri tjetrin, është krejt normal. Po nuk është normal me t'i majt njerëz tu të UÇK-s, udhëheqësit e shtetit tonë ka gjatë. Edhe atë me akuza që shedinit Serbisë. Pra, kur na thërta dhe jemi një, ne jemi një në mbrojtje të luftarëve të lirisë, të atyre që i kanë pri kësaj lufte, edhe preshim mulshu pa fajshëm, si ju takon, preshim që mu kry këto procese stërzgjatuna, e që në vazhdimsi pra për ndodhin UÇK-s, e vërteta e luftës është një, dihet, ne kem pas luftën e imponume, s'kem pas qare pa luftu, pra qare s'kem pas pa luftu, dhe kem bo atë luftë si jo mas miri, edhe krenohemi me luftën tonë, edhe sa të marim frym, me na thirat dheu, prap jemi një, mos kujton kur kush, se jemi në pluralizëm, se kemi shumë dege, njësie, zona, përkatësi tjera, që kut në thërët atë dheu si jemi një, pra mos kujton kur kush, çdo herë jemi një, i përjetëshëm kujtimi. Qytetarët tanë nga vushtria erdhën nga matan kufirit të hekurt shqiptar, të pajisur me armë dhe me zjarrin e lirisë në zemra. Rrugtimi i ushtarëve të zonës operative të Shalës u ndërpre pikërisht këtu në Optirush. Ata hynë në përjetësi së bashku me komandantët tanë të lavdishëm, Tonin e Micin. Luftëtarët e lirisë nuk e zgjedhin vendin ku do të bien, nga se çdo pëllëmb e atë dheut është tokë e shenjtë. Kështu atë ditë u përzije gjaku i Tonit, e Micit, me të Hamdiut, Nezirit e Bekteshit. Ky gjak na bën bashk për herë në Rahovec dhe Vushtri, duke i bashkuar mendjet dhe zemrat tona. Sot këtu me ne është Gzim Zuçaku, kryetar i degës së shoqatës së familjeve të dëshmorëve të Vushtrisë, të cilin e ftojmë për një fjalë rasti. Të nderuara dhe shumë të respektuara familjarë të dëshmorëve,
e nderuara familje dëshmorit të kombit, Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mulla Abazi, familja Hamdi Ajrizit, familja Bektesh Halitit me familja Lizer Demirit, i nderuari kryetari i komunës së Ravesit, Ismail Latifi, komandant të pranishëm Haradinaj, ju general dhe përfaqësues të shoqatave të dalur nga lufta këtu në Ravez dhe në Ushtri, deputet të pranishëm dhe bashkëqytetar të dëshmorëve. Sot jemi mbledhur për ta nderuar dhe kujtuar veprën heroike të dëshmorëve të kombit në 27 vjetorin e rënies së tyre. Të nderuar të pranishëm, nuk do të kishte kuptim liria pa gjakun e këtyre burrave dhe të gjithë dëshmorëve tjerë të rënë, sepse mbi gjakun e këtyre burrave dhe dëshmorëve tjerë të rënë sot janë krijuar institucionet tona dhe shteti jonë ynë. Prandaj të nderuar dhe shumë të respektuara familjarë të dëshmorëve, prindë të dëshmorëve, ju do të jemi mirë njos sa të jetë jeta, sepse ju rritët, lindët, djem, nuk rritet për familje, por rritet për kom dhe për adhej. Prandaj duke nderuar këto shenja të kujtesës sonë historike, ne nderojmë edhe luftën tonë të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nderojmë e cila ishte projekti më i rëndësishëm jo vetëm këtu në Kosovë, po onë e mban, sepse fal luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës u hapen projekte të reja. Prandaj nuk dua ta zgjas më tepër, po edhe një herë lavdi dëshmorëve të kombit të rënë këtu në optërush të Ravesit, por të gjithë të rënë për liri. Respekt familjeve të tyre. Faleminderit. Arda kollë të Qshavicës, jaj pushka e njetrime, ka lufton të me dhëri cerp, hi e kishtë ndor automatiko. Rrugë e gjatë e pa mundshme, është kjo rrugë që do të pri, thoshte Hamdiu, sy pa trembur, jam derë të vdesësh për liri. Mi dha kratë, shqipja e lavdis, do të jem gjolle kur s'do të vdes, jam ushtari Adem Jasharit, plumbi shkotës mund të më vras. Po ku jeu Hamdia e Rize, i lumistrovci që të poti ty, edhe jetën për atë dhe, je legjend që shëndrit në liri. Bravo! Lavdia. Tani në radhë kemi një këngë premier nga Ardian Liman Mera.
me shpirt, me hapin e par, për atë është nis, krimin qelan hajda e tretu gacini, kur bohet me Sabedinit, i thin anatrini, gamaja e shkodranit, mrehtje në krush, istikame tani me ushtarin bush, jemi u që këja deri i tikombi, bana prin legjenda, aj komandantoni, Zoti vet ka thon, kjo tokë është e jona, prite që ngan hajde, me krasi Shqiponja, të rimat rahoves, me nishan të thorit, prite si rufeja, e komandantonin, Zoti vet ka thon, kjo tokë është e jona, prite që ngan hajde, me krasi Shqiponja, të rimat rahoves, o me nishan të thorit, prite si rufeja, e komandantonin, Nesh kemi trashëgimtarët e dëshmorëve, të cilët po i ruajnë me nder e dinjitet lavdin e prindërve të tyre. Kur i shohim ata, kuptojmë se ja ka vlejtur sakrifica e dëshmorëve tanë, sepse fëmijët e tyre po i mbajnë me krenari flamurin e lirisë. Eftoj me kënaqësi për një fjalë përshëndetse Ermalin, të birin e heroit Selajdin Mullabazi. Të nderuar familjar të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E nderuar familja Hajda, e Bekteshit, Nezirit dhe Imerit, i nderuar komandant Ramush Haradinaj, kryetari i komunës Ismail Latifi, të nderuar qytetarë të komunës Rahovecit. Sot jemi mbledhur këtu në këtë vend të shenjtë ku komandantët tanë të dashur, Toni, Mici, së bashku me ushtarët nga ushtria luftuan me trimëri deri në frymën e fundit. Ata u sakrifikuan për këtë tokë të bekuar që ne sot të gëzojmë të lirë. E di që Toni e Mici kanë pas shumë shok, por shokët e vërtet janë ata që edhe sot këtu në Opterush të Rahovecit, në konakun e tyre, vinë pas kaq vitesh për t'i kujtuar dhe nderuar dëshmorët. Për komandant Micin kanë thënë shumë shpesh që me 6 nëntorin e 98-ës ka pas mundësi me u tërheke me shpëtu sot jetë bashkë me neve këtu. Por jo sepse misioni i Micit ka qenë me çliru Kosovën peshkive, jo me shpëtu vetën. Sot si biri ti ndjej krenarin më të madhe që Zoti më ka dhënë derin të jem djalë i një burri të madh që dha gjithçka për këtë tokë, për këtë flamur. Lavdi e përjetshme komandant Micit, Tonit dhe gjithë dëshmorëve të lirisë. Mysafir të nderuar, juve ju faleminderit, e Kosovën e bekoft Zoti. Zakonisht këtu me ne ka qenë ish ndihmës komandanti për marrëdhënie ushtarake u civile në zonën operative të Pashtrikut, profesor doktor Sabajdin Cena. Jehona e zërit të cilit ka shkundur kujtesën tonë. Na kujtohen fjalët e tij, na kujtohen rrëfimet e tij për luftën dhe dëshmorët, na kujtohet evokimi dhe jehona që u binte të bëmave të heronjve tanë, sidomos për Tonin e Micin dhe për dëshmorët tjerë. Kujtojmë thënjet e tij. Vet i lava, vet i kjava, vet me duar në dhej i kalla. Ai ishte pushka dhe pena ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prandaj sa herë që mlidhemi këtu, ndjejmë jehonën e fjalëve të tij të ndjera dhe ndjejmë mungesën e tij fizike. Por ai vazhdon të jetë në kujtesën tonë përgjithmonë. Të respektuar familjar të dëshmorëve, invalide veteran të luftës, të nderuar të pranishëm, në këto tubime ne vim për të marrë diçka dhe për të dhënë diçka.
vim për të marrë lavdin, e krenarin dhe vim për të dhënë fjalën tonë se do të punojmë me nder e përkushtim për të jetësuar amanetin e dëshmorëve. Po ashtu, vim për të dhënë një mesazh për brezat që vinë, duke ju kujtuar rrugën nga kemi kaluar dhe përgjegjësinë që mbajmë mbi supe. Këto varre, këto përmendore dëshmorësh janë harta jonë e lirisë, është historia jonë, është harta e gjakut të bijve e bijave tanë më të mirë. Nderimi e kujtimi për ta duhet jetë i përhershëm, se ndryshe na mallkon historia. Lavdi e nderim për herojnë tanë, Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mulla Abazi Mici, Hamdi Hajrizi, Nezir Imeri e Bektesh Haliti. Lavdi të gjithë dëshmorëve të Adheut, kudo dhe kurdo që kanë rënë. Ju përkujtojmë se festa e shkollës së mesme Xhelal Hajda Toni mbahet në qendrën e kulturës Mensur Zyberaj në orën 13. Ju faleminderit për pjesëmarrje. Miru takofshim. Tash ka homozhen nga familja Andrea Erizit. Kur do me shku me marrë lule për vetin atë bashkë të luleve, edhe pse të gjitha e lule, po i zgjellë më të mira.